Me specialistin e mbinjohur të futbollit, kryesisht të femrave, ishte anëherë ekipit tonë kombëtar Sami Erkeci, i cili ka ndjekur edhe ndeshjen e parë në Milano, Inter Vllaznia 7-0, ndërkohë nuk e kishit menduar. Ju apo ashtu? Smenova që Intri është më e fortë e dia, po smenova gjithë diferencë rrjetash nuk menova, por futbolli i kakta. Shpresojmë që Vllaznia mos ta lëshojë dhe të vazhdojë edhe këto 5 minuta e fundit luaj mos me hangër gol tjetër. I thellë rezultati, por duhet pranuar që paktën pjesa e parë deri nga mesi, pjesa e dytë ishte një Vllazni tjetër ndryshe nga ajo në Milano. Thash, kur marron 7-0 atje është i çike vështirë të komentosh neshjet. Ç'a më thon? Kanë dhënë maksimumin, aq sa kanë pas mundësi me dhënë, më tepër Intri është një skuadër super fuqi në Itali, kështu që futbolli italian është shumë përpara. Profesor, ju keni qenë për 4 vite drejtor teknik i kësaj skuadre i Interit. Si shikoni të ardhmen e kësaj skuadre, duket se është fuqizuar shumë? Është fuqizuar tepër dhe është një nga ekipet më të forta në Itali dhe me Armenia shpejt do bëhet një nga ekipet më të forta në Evropë. Deri ku mund shkojë ky Inter në Europa Cup? Për mua është pretendentja kryesore e kësaj kupe. Ndërkohë për Vllaznin këto 2 ndeshje jo të mira në rezultat, sa mendoni që mund të ndikojnë për kampionatin shqiptar? Mund të ndodhi që mund të kesh 2 ndeshje që të shkojnë keq, por duke njoftë kryeun e Vllaznisë me Armenia shumë shpejt do e marrin veten, do të luftojnë për kampionatin. Sami Erkeci, faleminderit për këtë intervistë. Ishte kënaqësi. U takuam së bashku në Milano dhe përsëri në Loro Bridge e mbajtet fjalën. Po, futbolli femra jeta ime.